Jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar pjesën e dytë dhe unë jam shumë e lumtur t'ju them të drejtën që po e ndaj këtë minutazh të Agorës me përfaqësues shumë dinjitoz të brezit të tyre. Para disa ditësh qëllova të jem në një konferencë për autizmin që ishte organizuar nga një vajzë që më bëri shumë përshtypje mënyra se si ajo mbajti fjalimin e saj dhe vetbesimi dhe siguria me të cilën ju drejtua audiencës. Më bëri përshtypje për faktin sepse ajo është studente, njëkohësisht është edhe nënkryetare e Unionit Studentor, kënaqësi që ta kem në këtë intervistë Kaltrina Bytyqi. Përshëndetje, faleminderit përsëri për ftesën. Është kënaqësi të jem këtu pranë jush. Jam studente në Universitetin e Europës Juglindore, njëkohësisht jam viti i parë në Fakultetin e Biznes Ekonomisë. Sot je viti i parë. Je nënkryetare e Unionit Studentor, që është një fazë shumë e rëndësishme investimi për të rinj. Domethënë aty evidentohen disa elemente premtues për ta. Megjithatë, nuk është herë e parë, nuk është angazhimi i parë, nuk është iniciativa jote e parë. Më fol pak për Kaltrinën. Ndoshta le ta nisim nga gjimnazi. Normalisht se nuk mundesh veç të hysh dikund me të parën edhe të kesh posaçërisht një angazhim aq të madh si nënkryetare ose si kryetari i Parlamentit Studentor në një universitet si e Europës Juglindore. Angazhimet e mia kanë fillu prej me një moshë më të herët, po them 16-15 vjet, tani jam 19 vjeçë. Kam marrë pjesë në shumë gara të ndryshme, domethënë në aktivitete shoqërore të ndryshme. Nuk po e them krejt, po ka pas plot që ka marrë pjesë. Domethënë asnjëherë s'kam qenë ai personi pasiv që tri domethënë e qet edhe veç ti shoh njerëz si shkojnë, sa herë kam dash të jem aty dhe ta marr vesh. Edhe nëse e bëj gabim, barem ta marr vesh gabimin tim, të përmirësohem vetë. Ta njohësh veten në këtë rrugtim. Ta sfidoj. Edhe fillova domethënë prej atëherë në gara rajonale, ndërkombëtare. Në gara për? Në gara për projekte të ndryshme. Nuk kanë qenë specifike për ndonjë land, po kemi pas gara ka pas të formimit të përgjithshëm. Ka pas në Amerikë, ka pas në Lituani, ka pas domethënë në Gjermani, ka pas disa vende, po kanë qenë shumë interesante se ta zhvillojnë edhe ty inteligjencën. Për një moshë që është të vogël, edhe disi është interesant se mundesh edhe nëse nuk e din një gjuhë, si për shembull anglishten, me këtë eksperiencë ty të bëhet më vesh se gjuhë e jotja. Edhe je më in me trendet dhe zhvillimet. Po. Një nga gjërat më të vlefshme që i kontribojnë formimit të një njeriu padyshim që janë literatura që ai zgjedh dhe literatura që ai zgjedh dhe të qenurit konstant në këtë përzgjedhje tregon shumë për personalitetin e tij. Më trego pak se cila është ajo literaturë që ti mendon që është më e përafërt me investimin që ti do të bësh për veten tënde në arritjen e synimeve tua. Po përderisa e zgjedha unë Fakultetin e Biznes Ekonomisë, unë besoj se duke u bazuar te për shembull libra që janë më shumë në atë pjesë, në pjesën se si mundesh të jesh i pavarur, si mundesh mos të kesh atë stepjen në ndaj të qenurit lider, ndaj qenurit, po them, i pari në thonjza, para studentëve në këtë moment. Ti nuk je i pari se ke dalë para tyre, po je si një urë lidhse me studentëve edhe institucioneve publike. Je ajo që i ndihmon, që do me thonë kontribon për diçka të mirë për ato. Edhe tash unë besoj se të kjo pjesë ka pas libra që lidhen individualisht me atë, do me thonë, anën profesionale. Anën profesionale, po. Ka pas libra që tregojnë, do me thonë, se si mundesh ti të kesh atë suksesin tënd me një biznes. Librat motivues. Po. Ku mund pëlqejnë shumë, se si mund t'i kesh ato startupet e tuja në fillim, si mund t'kesh batica, të gjitha. Edhe këtu është ajo pjesa që bazohem ma shumë, po nuk jam rajonale, po themin këtë pjesë. Më pëlqejnë për shembull edhe ato romanet që kanë dramë. Pëlqejnë edhe romanet që kanë romancë. Nuk jam, do me thonë, rajonale veç në ndegën që e studioj të marrë vesh aty. Kam qef të di, për shembull, mos ta egzagjerojmë themi për gjitha,
Po për shumicën kam qef të di edhe të kem një njohuri sa do pak e vogël që mund të jetë ajo. Të kesh dëshirë për të ditur për gjitha, shikon, mos e thuaj fare me modesti, se është shprehje e njerëzve të mençur, të cilët duan që të kenë sa më shumë informacion për të njohur realitetin, kështu që mos e thuaj fare me modesti këtë pjesë. Po edhe desha të lidhem te kjo pjesa e librit. Unë sot e mora një libër që është dhuratë për ju. Ky libri është Guxim për të shpresuar. Është i shkruar nga vetë presidenti Barack Obama. Në këtë libër ai kam qenë motivuar se si mundet një njeri me racë tjetër, me domethënë etni tjetër, mundet domethënë me i kalu ato sfida edhe me mbri sa do pak që e shef ai atë send të parealizueshëm. Po, pa mundshëm. Edhe ky në librin e tij domethënë i ka shpjeguar krejt ato se si mbriti prej vetëm me fjalë motivuese që i ka pas prej mamas si ti edhe gjyshes së tij, të mbri aty ku ishte, edhe është sërish e njohim që ka qenë presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është surprizë shumë e bukur për hir të vërtetës dhe një nga gjërat më të vlefshme që një njeri mund t'i dhurojë një njeriu tjetër është pikërisht një libër dhe që flet shumë për atë që e dhuron. Kështu që unë të falenderoj shumë. Po, historia e Barack Obamas është nga ato historitë që nuk kam arritur që të i kaloj vetëm para gjykimet për ngjyrën e tij të lëkurës apo për gjithë historikun personal të mënyrës se ai është rritur. Përmendej që Barack Obama e thot që nga elementet kryesor të formimit të tij edhe për faktin që ai ja ka dalë në jetë janë këshillat dhe fjalët motivuese që i kanë dhënë dy gra shumë të rëndësishme të jetës së tij, siç është nëna dhe gjyshja. Me që jemi tek figurat frymëzuese, ka Kaltrina ndonjë figurë frymëzuese që ndoshta edhe e këshillon, që ndoshta edhe e këshillon që të ketë kujdes, e motivon, e frymëzon? Po, çdo herë, besoj te çdo kush, sidomos tek ne trinj, është ajo figurë bile tashmë shumë e rëndësishme edhe e madhe në këtë pjesën e formimit ton të karrierës. Edhe është herët për t'i thënë karrierë se jemi domethënë hapat e parë ende në fakultet, po fillojmë të formohemi në atë çka e duam ose në atë që dojmë ta ndjekim. Unë e kam babin edhe mamin. Ato të dy janë shembulli më konkret për mua se si mundesh nga hiçi, po themi hiçi në pjesën ekonomike, ato stabilizohesh për një jetesë mjaftueshme të mirë. Babi ka qenë ai person që është marrë shumicën e kohës me aktivitete shoqërore, si e mami si babi, të dy me organizata të ndryshme. Do me thënë, asnjëherë s'kanë qenë pasiv. Çdo herë kanë qenë ato dy persona që kërkojnë, shohin, do me thënë, ndryshime në shoqëri. Kanë qenë të dy punëtorë, të dy i kanë fakultetet të kryme. Janë, do me thënë, persona që mu më shtyn e para të kryj një fakultet, që është një pjesë shumë e rëndësishme. E dyta pastaj babi ka punu në odën ekonomike. Deri para 7 vjetëve u bashkan gjetë në politikë, po asnjëherë nuk e kom pas atë imponimin nga ana e tij, as unë, as vllau, që të na involvon në Cila pjesën. është këshilla më e rëndësishme që t'je babin në këtë angazhimin publik? Babi është gjithmonë ai që thot edhe nëse nuk din diçka, mos e fol para se ta dëgjosh nga tjetri që din. Do me thënë atë ka si prioritet ja vendoj vetes. Ose lexo shumë që të arrish shumë. Asnjëherë mos prit se me diturinë që ti e mbjell për shembull vetëm prej fakultetit, vetëm prej lëndëve që ti i ke për momentin, do me thënë që i studion, mos mendo që mundesh të dalësh jashtë aty në kordizave ose të përgjigjesh për diçka tjetër pa e pas atë pjesën diturinë për tjera cende. Të dëgjoja me shumë vëmendje dhe me shumë admirim. Mamaja ime thoshte gjithmonë që suksesi më i madh dhe arritja më e madhe e një prindi është nëse shef një ditë që fëmia i tij flet me shumë krenari dhe ka qenë burim frymëzimi për ta. Kështu që unë besoj që prindrit e tu duhet jenë shumë krenar
kur dëgjojnë këtë lloj referencash nga vajza e tyre. Mami, çfarë të thot më shumë ki kujdes? Se alarmin e kuq, dritën e kuqet kujdesit vazhdimisht janë nënat që e kanë aktive. Mami tash, nëse normal, sa do që thojnë vajzat janë më të lidhta me babin, sërish ai bond, që është nanë e bi, nuk është do me thonë me askant. Edhe mami paka shumë ma nje, do me thonë atë pjesën e karakterit. Edhe e din që kam qef të flas shumë, edhe nuk e kam ato barirat e mia se me kanë që ka po flas. Edhe mami është ajo që çdo herë më thot, stepe pak veten, mos flitat shumë sa mendon që do folin ato. Më thot, stepu pak, e mbaje veten në rezervë edhe shife për shembull, ti është i besueshëm ai person për t'i fol, as është, edhe sërish është ajo që i dhimbsem, se e kam tash fillimet, po them jetës studentore edhe nuk jam ai person për momentin që do jem ajo që, okay, do jetoj jetën studentore, por pastaj do e mendoj pjesën e karrierës edhe pjesën e suksesit tim. Unë fillova për shumë herë, për vitin e parë të mirë me këto krejt angazhimet, edhe ajo është ajo, po ma nga dalë, të trëm kjo rrugë ku ke hyrë angazhimi publik, të qëndruar në qendër të vëmendjes, sepse unë thash më bëri shumë përshtypje dhe më la një përshtypje jashtëzakonisht të bukur fakti që unë pash një vajzë edhe të bukur, edhe të mençur, duke folur dhe duke parë audiencën në sy, që dukej se nuk është se të trëmte audienca dhe është një element shumë i rëndësishëm, por kur ke shumë vëmendje, ndonjëherë mund të bëhet edhe sfiduese vëmendja e tjerëve të trëm, pak të qenurit në këtë lëmi. Them trembje, emocioni kur kam vendos për shembull të hyj kësaj pune, nuk ka qenë aq sensitiv te unë. Do me thonë të më prejke, të më thotë nga dalë pak, mund të kesh hyna edhe tash ti, disha që mund të kem diçka. Po sendet për shembull çka i kalova, ajo më thati si më vesh, i kaltrin këto të bëhen alama të fort. Dhe si sa herë një do kesh persona që do flasin, persona që do mundohen t'ulin poshtë, persona që nuk do të lejojnë të hecish para. Edhe aty thash, okay, në këtë pjesë unë nuk e kam atë trembjen. Jam më e gjinshme. Unë besoj që do duhet fillosh të shqetësohesh atëherë kur askush nuk do të merret me ty dhe atëherë kur askush nuk do të flasi asgjë për gjën që bën ti. Atëherë fillosh shqetësohu se do të thotë ke bërë asgjë me rëndësi dhe me vlerë. Për aq kohë sa do të merren me ty do të thotë që je në rrugë të drejtë. Cila është ambicia jote më e madhe nga perspektiva e kësaj ku je sot? Se ndoshta ambiciet do të ndryshojnë me kalimin e kohës, po nga kjo ku je sot? Cila është ambicia ose arritja më e madhe që ti do të kesh në jetë? T'jem, sa e thon babit, e zoja e vetvetes. Do me thonë, një prej ambicieve të mia është ta kem atë diturinë e mbjellët, pikë pari, para gjithë punëve që mund t'i kryj. Një ambicie që unë e kam ëndër prej e vogël është të kem biznisin tim. Për të puna e biznisit, sa herë kom pasat, pavarësisht çka mund të jetë ai biznes, edhe nëse edhe për 4 vjet ende nuk do e kem të figurume, prap do e bëj. Kam qef t'jem pjesë e vendimarrjes, kam qef t'jem udhëheqëse, po themi, po nuk është që më pengon puna në grup. Nuk jam për shembull ai person që them du t'jem lider, du t'jem pjesë e vendimarrjes, edhe nuk du të punoj me kërkant. Jo. Më pëlqen të punoj në grup me njerëz, më pëlqen të dëgjoj ideja të reja. Mundet t'i them vetes unë, e kam diturinë, e kam atë, e kam këtë, ama ti kur të ndalesh edhe ta mendojsh, po edhe ai ndoshta e ka ndonjë ide që ty nuk vjen në atë moment. Hiç më shumë. Nëse unë dhe ti mbas një 10 vitesh jemi gjallë shëndosh deri atëherë, do të uleshim sërish për ballë për të, pse jo, për të bërë një emision tjetër. Ku mendon se do jesh dhe çfarë mendon se do kesh arritur deri atëherë? Besoj se pas 10 vjetesh, përveç se do kesh biznesin tënd, këtë e morëm. Po, tjetër. Do jem sukses, do e kem të plotësuar me këtë gap hapësirë
të vetës time, ku unë e pres atë suksesin, ku unë e pres t'jem ajo që e kam andëru gjithë jetën. Edhe besoj se mund t'jem shembull, ndoshta edhe për dikon që do jetë në moshën time, në moshën që jam tani. Du t'jem frymëzimi dikujt. Për secilën vajzë, por edhe djalë, që kanë këtë lloj ambiciesh që ke ti. Cila do t'ishte këshilla jote për ta, që edhe ata të mund t'ja dalin, edhe ata nesër të jenë njësoj si ti burim frymëzimi për ata që vinë pas? Një këshill, çfarë mendon ti se është shumë e rëndësishme e patjetërsueshme që njeriu të arrijë në jetë? Asnjëherë s'është vonë. Asnjëherë s'është, ndoshta as herët as vonë. Tash, po e them këtë as herët, tu nis prej vetes, tu nis prej angazhimeve që unë i kam marrë, si një vajzë 15-16 vjeçare. Asnjëherë s'është herët për provu, asnjëherë s'është vonë për tu përmirësu. Do me thonë, ta kenat si ndoshta si shtytje më shumë. Unë të falenderoj shumë që erdhe në këtë agora. Unë në të gjitha mundësitë për të pasur përballë politikan apo politikane të konfirmuar nga ata që marrin të gjithë vëmendjen mediatike të kohëve të fundit, pata shumë kënaqësinë që të kem dy të rinj në këtë agora, sepse shpresa e çdo shoqërie, e çdo kombi, e çdo shteti, e çdo shoqërie që do të eci përpara, padyshim që janë të rinjt, dhe me të gjitha paragjykime që ndoshta her pas here kanë ekzistuar për të rinjt shqiptar në Maqedoninë e Veriut, shembuj të tillë tregojnë shumë për shpresën e mirë që ky vend ka për të rinjt që është duke rritur. Unë të falenderoj shumë, edhe të uroj shumë suksese, dhe jemi apo s'jemi për të bërë një intervistë tjetër mbas 10 vitesh, unë uroj që ti ta kesh te i kaluar edhe veten, edhe ëndrat e tua me arritjet e tua. Faleminderit shumë sërish për ftesën. Besoj se gjithçka që ka qenë për t'u thënë është thënë nga të dy mysafirët e mi. Unë jam shumë e lumtur, edhe shumë krenare për këta djemë dhe vajza që po rrisim. Faleminderit që na ndoqët, takohemi të shtunën e ardhshme. Natën e mirë.